Deri në përfundim të periudhës për regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta, KQZ mundëson në regjistrimin për votim përmes ekipeve mobile të votuesve mbi 80 vjeç, pa pasur nevojë që të bashkangjesin certifikatën e paaftësisë fizike apo të diagnozës mjekësore. Para zgjedhjeve të dhjetorit të vitit të kaluar, edhe për votuesit mbi 80 vjeç janë kërkuar këto dokumente, por KQZ e ka vlerësuar se ky ndryshim mund të ketë ndikim pozitiv, lehtëson dhe rrit pjesëmarrjen e votuesve që e kanë të pamundur daljen në vendvotim, duke përfshirë edhe persona që nuk disponojnë dokumentacionin mjekësor specifik. Sipas vendimit të KQZ-s, për regjistrimin e votuesve mbi 80 vjeç, nevojitet dokumenti i vlefshëm i identifikimit dhe fotografia e votuesit duke prezantuar njëkohësisht veten dhe dokumentin identifikues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur periudhën e regjistrimit dhe evidentimit të votuesve me nevoja të veçanta për zgjedhjet e 7 qershorit. Ky proces u mundëson qytetarëve që për shkak të gjendjes fizike, shëndetësore apo rrethanave të tjera të përcaktuara në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, që nuk mund të paraqiten në vendvotim, ta ushtrojnë të drejtën e votës së tyre përmes ekipeve mobile të KQZ-s. Votimi i personave me nevoja të veçanta do të thotë mundësohet jashtë vendvotimit dhe në ditën e zgjedhjeve qindra ekipe mobile të angazhuara nga KQZ do të vizitojnë këta votues në adresat ose institucionet përkatëse për t'u mundësuar votimin.